Krijesa misterioze të gjetura mbas tsunameve. Bota oqeanike është një nga zonat më misterioze që ne njohim deri më sot. Ne nuk i njohim me siguri të gjitha krijesat që jetojnë në thellësitë të oqeanit. Shumë zbulime të reja po bëhen dhe rezultatet janë të paimagjinueshme. Nga alienët e gjetur në det, te krijesat e krijuara nga njeriu për eksperimente, sot do të paraqesim për ju krijesat më misterioze të gjetura mbas tsunameve. Nëse kjo është era e parë për ty në kanalin ton, atëherë ne të urojmë mirëseardhjen dhe të mirëpresim krahapur. Gjithashtu të ftojmë të klikosh butonin e kuq subscribe me qëllim që të njoftohesh i pari për videot e reja. Mbas tsunamit të vitit 2011, një mbijetuar vendosi të bënte këtë foto të këtij trupi të paidentifikuar që doli në breg të detit. Ky trup duket pak a shumë si një balen, por njerëzit ishin të friksuar t'i afroheshin asaj. Po ta shije nga disa këndvështrime, ngjante si një gur. Të tjerë besonin se ishte një pjesë e ndonjë balene të dekompozuar. Gjithsesi, ajo nuk ishte një pamje të këndshme dhe i friksoi të gjithë njerëzit që e pan atë nga afër.